Kurdo edhe më pak se një orë për të filluar ndeshja që me zi po e presim Angli-Shqipëri, që inshallah suksese çunave kështu. Del formacioni. Ky është formacioni zyrtar: Strakosha, Balliu Ajeti, Gjimshiti, Ali, Ramadani, Asani, Laçi, Uzuni, Aslani dhe Bajrami. Tani me çfarë shikojmë në sulm janë në mbrojtje, pra në mbrojtje kemi Balliun, Ajetin, Gjimshitin dhe Alin, ndërsa në mes fush duhet jetë Aslani, Laçi dhe Ramadani. Ylber Ramadanit i uroj shumë suksese, fort, Ylber Ramadani je gjigant. Dhe në sulm kemi Asanin, Bajramin, Nedim Bajramin dhe Uzunin. E para njerë komplimente për Uzunin, shqyqyr që u kujtu mo Silvinho për të futur Uzunin formacion. Unë për vetëm me zje kam pritur këtë ditë që ta shikoj Uzunin në formacion zyrtar. Do kisha preferuar në vend Nedim Bajramit, do kisha preferuar Ernest Muçin, por tani këta janë zgjedhjet e trajnerit. Tani juve si ju duket? Si ju duket ky formacion? A mendoni se ky është formacion i dur apo mund të kishte ndonjë ndryshim? Unë i thash të mijat, thash në vend Bajramit mund të ishte Muçi dhe pastaj në pjesë dytë do kisha dashur edhe pak minuta edhe për jo pak minuta, po disa minuta edhe për Armando Broja, sepse e kemi kualitet fantastik në skuadrën tonë. Kapiten Gjimshiti, suksese, kështu që suksese çuna. Më thoni ju mendimin tuaj.